Rova të të them fola me Kolin brëm. Në telefon është më mirë. Edhe mua më morin brëm në telefon. I thash të mos merret më me këto punë, po as mos të shkoj në mend, më tha. Po ne as po gjijem, as po mashtrojmë, as po fyem njëri. Ne thjesht po kërkojmë të vërtetë. Derisa atyre u djeg, kjo është punë tjetër pas. Mirë, edhe unë e dua të vërtetën. Por që kam shumë frikë, kjo është e gjitha. Nëse nuk janë dhajshtrima sa duken ata, jo, vesh ti. Po ti shnej këtë apo edhe ti të verifikosh ndonjë fakt? Ja, pak a shumë. Po ti për nga je nisur? Jo, unë do vetë të takoj babain e Andetës, pastaj do të shkoj te daji në komisariat. Kështu si e keni nisur ju, do na bëheni jetuesa. Unë desha të takoja Florin patjetër. Në para burgim është shumë e vështirë të futesh, ndërsa në burg është Mikollaj. Po pse ti mendon se do ta burgosi? Nuk e di, po. Ne po përpiqemi të bëjmë ç'është e mundur. Ti si motër mund të marrësh një leqë kyç në burg apo jo? Po, kam mundësi. Dgjoj. Unë këtu kam bërë gati disa pyetje. Këto pyetje do t'i japësh Florit. Flori do të kthej përgjigje dhe përgjigjet e tyre do të më thuash mua. Do përpiqem. Flori shala me çuni. E njeh Florin ti? Si se njoh? Herën e fundit ai më ka çuar me gomone mua dhe një shoqen time. Mua do më falni, po duhet të lëviz. Ika. Mirupafshim. Fala Lolës. Patjetër. E di qa gozë është kjo? O e motra. Dgjoj, do shkojmë pimi kafe bashkë. Kave? S'ke frikë se mos zemërohet kjo? Do shkojmë të pimi kafe pune. Kafe pune para. Dgjoj, ka motorin aty për jashtë, dalim jashtë qytetit më mirë. Si thua? Mirë, s'ta kesh. Praten kan det Gustav. Po. Ta gjë babit në gjë. Po babit. Po ti prap nuk hyra në kemi. Nuk ishte njëri. Jo, nuk ishte njëri, jo. Po kisha frikë. Mirë, ata frikë. Ti e di. Përta. Ti e më qi? Jo. Nuk jam dhe frikë. Ja, det är jag. Tu një tjetër djallë, Si jeni? Jemi ashtu si jemi. Ç'thot romani? Cili roman? Ky që shkruajmë apo ai që jetojmë? Jo pyes për këtë që po shkruani. Ja, po jap dorën e fundit. Kur do ta botoni? Me keqardhje, po nuk e botoj as këtu as në Europë. Po ku? Vetëm në Amerikë. Në Amerikë. E sponsorizon diaspora në Amerikë. Vetëm ajo mendon për ne të persekutuarit. Se keni qenë i persekutuar? Artistikisht, po. Kur nuk më kanë lënë të shpreh me gjuhën e artit. Ashtu si pas mënyrës ime. Po mirë, tani jemi në demokraci, nuk të pengon kush të shpresh. Sot më shumë se kur artisti dhe shkrimtari persekutohen. Njerëzit e zakonshëm ngopen me supën e përditshme të gazetave e të politikës dhe askush nuk e çan kokën për shkrimtarin dhe artistin. Prandaj do ta botoj në Amerikë. Edhe shpresoj të fitoj edhe shtetësi amerikane, por si intelektual. Mos ma prish, do pim një kafe. Me kënaqësi të lutem. Jo, po vdeka sa lokalet qeta, përdoj. Kur? Ato punët tona po është i këtej, në të kodra. Tani bën në për vila, hotele. Ke shkuar ndonjëherë me një prostitut? Pa, se shumë me grupa.
është shumë e mërzitur. Bëhet nervoze kotë së kotë. Po nuk thot në një gjë. Asgjë. Nuk I nxjerrim dot asnjë fjalë. Ndaj edhe ndava mendjen thash të bisedoj njëherë me atë djalin, mbase më thot ai në një. Midis nesh nuk ka ndodhur asgjë. Jam baba edhe duhet të më kuptosh drejt. Ju kuptoj shumë mirë. Kam shumë frikë. Prandaj të lutem shumë, në qoftë se di ndonjë gjë, Ju betohem që nuk di asgjë. Ajo nuk më takon mua, nuk më telefonon. Po që fshe diçka fshe. Edhe unë kam frikë ashtu si dhe ju. Po me Florin ç'bëhet? vazhdon atje në paraburgim. Edhe ideal po vetë dëm. Mua më duket, më falni që ju a them, po arrestimi I Florit është një kurth I mafjes së drogës, prostitucionit. Vetëm se punët janë pak më ndryshe. Si më ndryshe, nuk kuptoj. Imbir është viktim politike. Si politike, ai nuk përfaqëson asgjë, s'ka motiv. Po të gërmosh, po të thellohesh, derisa ai ka qenë atentat politik. Vetëm se duhet sensibilizuar opinioni publik, shtypi media, partitë politike, komiteti I Helsinkit. Ndryshe nuk dele vërteta, kur në shesh. Prandaj të lutem shumë, në qoftë se ke mundësi, edhe ti mund të observosh, mund të ulumtosh, mund të shkruash diçka. Ose në qoftë se ke ndonjë shok, ndonjë mik gazetar, të mos vej njeriu kështu kot. Do të bëj ç'të mundem. Çfarë do bëni? Do bëj një kafe me një limon. O do një limon. Faktikisht unë jam mësuar të pi gjëra të shtrenjta, po xhepi një gazetari. Kamarier, pi whisky. Sa po keq më Kam një 5 vjet. Deri vjet kam që më ndesh. Po vit kam marrë. Kam edhe një vajzë. Kam shkuar që I hetë kam marrë. Do provoj prap. Ke ndërmend të vazhdosh apo nuk? Ti shkruan gazeta për Florin, a? Jo, ç'është vërteta unë dua të zbuloj se kush qilloi mbi Florin. E kush biri lën do të punë në Shqipëri? Vërtet të dashur e ke erën? Hera është një mikesha I miku tim. Po ti e ke njohur Florin mirë? Ta thash pra. Herën e fundit, ai na ka çuar në Vlorë, mua edhe disa shoqe të mia. Sipas saj Flori ishte trafikant atë. Trafikant. Flori ishte shofer. Aty ku hinim ne, Florin sa fusnin fare. Shefat ishin tjerët. I njihit ata? Përmendën disa emra, por mes tyre përmendën edhe një emër femre që këto trafikantët sa e dëgjuan, na lanë tynin brenda. Hajde gëzuar. Si quaj ajo femra? Të kujtohet? Qa më intereson më këto punë? Mendo, Miki. Ke dashnore ty? S'kam shkuar ndonjëherë në ndonjë gazetar. Arrim bar sonde. Tash më duket se po flasim seriozisht. Po edhe unë për të vazhdu bisedën të thash. Lola, prap kafe me bi? S'kështë të gjë në gojë, një e pive, kjo është e dyta. E treta hallë, e treta.
do shkatrosh stomakun, pa shtë në gjë në gojë, ha diçka. S'ma hajt fare, s'kam reks. E, durimi do jetë se doli të bëj pazar. Po shkojmë damën. Ku shërburat një? Pse se arni derë? Pa hapur e kishe derën o pa? Po zgjatën duart nga të rastet. Ue? Po ti pi kafe? Mos do dhe duan të ty mosësh? Nuk është kafesa, jo, është e Lolës. Erdi ajo? Erdhi. E ndoqe pasit, thash. Po, i bashko kthye. Nga vaj? Hiq. Takoj një shoqe, hyri në dyqan, bleu ca gjëra dhe vërdall, rrugë. U takua gjë me atë poetin? Ja. Hyri dolli, thuaj, si koha me shi. Po. Do me thëmë, nuk more vesh në gjë. Ja. Po ajo të tha? Po jo, ajo nuk më tha gjë. Po ti që kemë? Po të. Ke qarë? Po nuk kam gjë, nuk këtua mbanë, nuk kam marrë dhe kaj. Mos bëj kështu, Gjerita. Se maldi nga të marrë të gjithë. Jo, do marrë prapë sonte në telefon. Apo ta marrim ne do? Ta marrim poshtë i theri. Jemi mirë, Flori punon, fiton. Lola dashuron, shkruan vjerë. E mira jonë, e mira e zesë. U lodhëm se gëgjyri, nuk mundëm. Qetësohu, blidhe vetëm, do pish një kafe. Farmat. Keqe, motra, mos bëj kështu se do smurësh. Si e? Unë jam Behar Telo. Gëzohem. Jam avokat ytë. Dajën tënde kam mik. Më ka thënë diçka? Ke qenë plagosur rënd. Tani si e? Ma mirë, dhimbja kam akoma, po... Të kanë marrë në pyetje? Kanë marrë vetëm një herë, po nuk pranoj të flas pa praninë e avokatit. Shumë mirë. Unë do të përpiqem, do të nxjerr të pafajshëm. Mirë po, për këtë, ne duhet të punojmë bashkë. Dëgjove? Problemi është, nuk e di historinë time. Ka ngatruar keq me një grup trafikantësh. Paka shumë e di historinë, bile di mjaft. Në seancën e parë hetimore, pranove gjë nga akuza? Jo, folon përgjithësi. Po tani, në vend që të kapin brasin, merren me mua. Nëse është tjetër historia jo. Do flasim më vonë për atë. Tani ka rëndësi që të provojmë pafajësinë tënde. Kupton? Po është e mundur kjo? Kjo varet edhe nga ti. Daja thot që është e vështirë. Lëre Dajën, ai le të bëjë vetë. Po mos harro që është në pozicion shumë vështirë. Dhe do t'i prishim shumë punë, nëse do të lironim ty pa e vërtetuar përpara gjyqit pafajësinë tënde. Ndoshta do t'ishte mirë që shumë bisedat tona Daja të mos i di. Më fal, po. A jeni mik i Dajës ju? Prandaj dua që të ruaj. Duhet kuptosh që duhet kesh besim te mua që punët na shkojnë mirë. Dakor. Edhe shumë biseda që ne do të bëjmë këtu, të mbeten këtu. Mos e di askush tjetër. Kupton? Tani më tregon çik historinë tënde. A shtyhet që je këtu? Fillon nga fillimi.
nga fillimi. As unë vetë nuk e di se kush është fillimi, po. Nisi ashtu kot si të gjitha historitë e të reshentëve. Edhe vetë nuk e di pse jam këtu sot. Tregoja ashtu si të kujtohet, si e mendon ti. Dëgjoj, marrëdhënie me avokatin, sinqeriteti është ndihmësi më i mirë. Mos harro. Pra. Kjo histori nisi kështu rastisht. Njihesha me një vajzë, një student punon në një radio private. Një ditë u zum, më dhe ashtu si qisha përfundova në një pub. Dhe mu ofrua një femër tjetër, një vajzë, një Didi. Po. Më falni, nga njini ju Didin. Vazhdo. Vazhdo. Që aty filluan gjitha pastaj. Falni. Ju jeni baba i Andetës. E shtë duhet ty, baba i kujtja jam unë? Unë jam gazetar, më quaj Nadi. Gazetar? Po i kordial se mua po më plas shpirti me atë vajzë që ma nëziju jetën edhe ti të dashket në nëzjesh dhe në për gazetan e, I ko të lutëm shumë të shti, hajtë. Jo, unë nuk kam ardhur për këtë gjë, unë kam ardhur në base më dimoni me diçka tjetër. Do ndim ti? Do në i pali mobilje? Vajza juaj është një viktime e një rjeti trafikantësh. Atë e di unë që, se kam denoncuar vetëm në polici. Po kush të thot asnjëri s'flet as i fjalë thuaj. Po përpiqem, po mundohem. Po të njëjtën gjë po përpiqem që të bëj edhe unë. Beçar, me gazeta. Pa i kordial se nuk pyesin për gazeta ta s'duan t'ja di për gazeta, po i lutem shumë tash. Juve nuk e kishë në sy se me cilin shoqëroi vajza juaj. Kam parë këto kohë të fundit një benz të zi që vinte vërtall këtyre pallateve. Brenda ishin ja dy djem të rinj. Bile herën e fundit te kolltuku i pasëm ishte një vajzë me të cigare. Po kujtja merrte mendjes juaj. Ata donin të vrisin një djalë me emrin Flori. Flori. E njohët Florin. Është i biri durrës ai. I biri aty dështaku që do të bëhet shkrimtar i madh ai. Po atë Florin do kishin bërë mirë ta kishin vrarë atë se dhe ai atyre punëve është. Jo, unë nuk mendoj kështu. A nuk mendon ashtu? Unë mendoj se dhe Flori është një viktim si vajza juaj. Ashtu, ë? Po e diti se motrat i Florit me vajzën time janë shoqe të ngushta, kanë ngrënë në një çanak bashkë? Me herën. Me herën? E dit këti. Po nuk di atë tjetrën ti. Që ata, përse nuk morën herën, përse nuk mashtruan herën ata, po morën ti me bi? Këtë nuk e di. Po ta them unë pse? Sepse atë të motrën e ati Florit e përdorin si karem për vajzën time. Ja kështu dhe. Më falni zotri, unë këtë histori i di krejt ndryshe. E krejt ndryshe diti. Po, ajo i me bi rrugën për andaj nga theu qafën e mori nga shtëpia e tyre, se që aty doli ajo. Po atëre, përse doni që ta vrisin Florin? Florin deshën ta vrisin sepse ata janë uqër. Ata duan të hanë njëri tjetrin me dhëm. Po të zhurëm shumë, iktesh. Zotri, më falë, unë po përpiqem që të gjej në këtë histori se kush është... Sa po përpiqesh ti, sa po përpiqesh? Me gazeta do përpiqesh ti ore. Po ik dhe lutem shumë tash, mos ma plas shpirtin më shumë, se s'ma ka plasur ajo i me bi. Atë lutem shumë, largohu tash. Edhe dëgjoj këtu. Nëse më shkruan nëpër gazeta këto muhabete që bëm bashk, ta di se do të kesh punë shumë keq. Ik tash të lutem shumë. Si nuk më thej një fjalë, kaq ko. Si e kem patur vetëm gjithë të brengë, gjithë të mangët. Kisha vetëm dyshime. Po mi më nga i more këto dyshime, patë ndonjë shenjë. Jo, me gjithë se çdo ditë më duket sikur kam një shenjë. Deri tani jam mirë, të e lirë. Vetëm se kam frikë, kam shumë frikë. Siguri këto dyshime i ke nga Rugeli, prandaj nuk do të takosh. Jo,
Me Eugenin tu të takohen se më duket vetja kriminela. Këtë natë që kemi fitur bashkë. Po ti ishe ka që lumë. Këti asgjë ka ndaj. Si nuk di asgjë, nuk po të marrë vesh Lola. Ti përësosh telefonatat me Evelia? Po. Ai që më merrte në telefon. Ishte shumë me të kuptoj. Sa një letër me ti. Vetë më ndosh që shqetësimi vetën, ishte mund se kisha marrë unë. Vetë mërsh. Më lutej vetë bëja sa më parë analiza. Ti jetë shumë. Qa nuk kemi menduar ku se ka shkuar mundja. Mirë ti ke bërë analiza? Më frikë. Më duket sikur po ta kem marrë unë e kam dhënë të Eugenit. Qa e këto fiksime me Lola? E ka pësim të bëtyja. Vetëm tyja dhe barit. Mos u bëj budalla, që nesër do shkojmë që në mëngjes të dyja të bëjmë analizë. Do dalë shumë mirë, nuk e asgjë, ke vetëm fiksim. Falë, po... Sot kishim 20 të forte edhe kullova ndjerës. Po mosha, mor djallë, mosha. Ju jeni e gazetari që doni të bëni një shkrim për këtë klubin tonë, ha? Jo, po në fakt do të bëj një shkrim për klubin tuaj dhe sidomos për ju, sepse ju dashme jeni bërë legjende boksit shqiptar. Tash kështu thonë për të gjithë, jo legjende, jo qiklopi, jo kolos, jo... Po urdhroni. Shiko, unë në fakt kam ardhur për gjë tjetër. Po? Unë interesohem për një farë Flori. Flori? Po. Ka dashur të bëhet bokseri i madh. Tash është në burg. E njo Flori. Shteri mirë Flori. Edhe bokseri mirë Flori. Mi po pastaj se që nga trua me këto pislaqet, më burë edhe për cia ta akuzojnë, nuk se kuptoj. Jo, dhe unë ashtu mendoj në fakt që Flori është djali mirë, bile kam bërë disa shkrime për ta. Do me thënë ju jeni ai gazetari që keni bërë ato shkrimet në gazetë. Po si më kujtohet. Do me thënë ju jeni, në mos gabojmë, Koli. Jo, unë nuk jam Koli, unë jam Adi. Shoku i ti. Megjithatë ne bashkë kemi futur këtë histori. Jo, po ç'bëhet shumë. Po mirë, nëse mund të ndihmoj. Po ju keni qenë në Greqi bashkë. Po. Në Greqi ju keni parë gjë që ky Flori të merret me ndonjë punë të pisë. Ose të tjerë ta fusin në punë të pisa. Jo, marçun, ne ajo puna e Greqisë që një aventurë e dështuar. Ne vërtet vajtëm në Greqi. Edhe më kapi policia dhe më ktheu këteja. Flori pastaj filloi punë në një stall derrash atje. Iku të qenë sepse u zumet pronarin në rravat, pronarin aty derrave ande. Pastaj shkon në Itali. Tash në Itali. Mbase, jo, nuk e besoj. Nuk e besoj që Flori të merret me ata punë. Mbase kanë futur të tjerët për të shpëtuar veten e tyre. Sheli. Pikërisht unë rrënjët e këtyre dua të zbuloj. Rrënjët? Marçoni. Dëgjoj, rrënjët e pemës është kollaj ti pres, sepse të janë poshtë në tokë. Kurse rrënjët e tjera që janë lart është vështirë, sepse është shumë vështirë të ngjites lart. Ti pres, nuk arrin dot. Tjetër ti mu. Çfarë se ka të atë më vetë që disa duan, arrojë. Mirë se shoh që ke i zanë se po vjerë tjetë, a nërë bashkë. Ish bokseri. Asi ka marrë merret me këto pislaqe. Tani do t'i kthehet bokseri. Po, do t'i kthehet. Jo mos, unë tham mua që më lutet që ta nxjerrë legalisht nga shteti. Pse ka kam dëgjuar këtë zë? Ne po më pa shumë i trendu. Të se kam dëgjuar diku.
Kjo nuk jam bajta më shumë mirë, po jam i bindur se këtë se e kam dëgjuar. Si ishte mundet mos jenë të asnjë gjuhë në vendin atentatit të Florit? Duket që janë profesionistë. Kanë kryer atentatin me mjeshtri. Padyshim që është një rrjet që i di mirë këtë punë. Po mirë, asnjë gjurmë, asnjë shenjë, asnjë objekt. Vetëm gjurmët e rrotave të makinës. Si ekzaminimet vazhdojnë. Megjithatë tutet ne ka me mira benca, kështu që ti e kupton. Po drejt. Vetëm një gjë nuk e kuptoj. Ai që ka qelluar me Florin, për dashur ta vras, ta eliminoj. Po dyshim. Si ishte mundur një distancë kaq të afërt, vetëm 3-4 metra. Ta qellosh edhe mos e godasësh për vdekje. Po si ka mundsi? Unë kam dy mendime. Ai ose është trembur nga dikush dhe ka humbur përqendrimin, ose e ka njohur Florin më përpara, e ka patur shok, edhe në momentin që e ka qelluar, i është dridhur dorë. Ta ketë ekzekutuar shoku i tij këtë? Shoku. Ndoshta e kanë urdhëruar, edhe mos zbatosh urdhrat e tyre, ata të zhduken. Sot paradite isha në Kite Club. Aty takova Dikun, një ish boksier. Diku? Nuk ka lidhje fare. Në kohën që unë po flisja me Dikun, aty erdhi një djalë i gjatë. I holl një ish boksier tha që tash i ka përfunduar në një trafikant. Ai i kërkoi Dikut që të nxirrte nga Shqipëria pa marrë vesh njëri. Mendon se kjo lidhet me çështjen e Florit? Ai sa pa mua u trembe dhe iku. Interesant. Po? Unë jam i bindur se zërin e tij kam dëgjuar. I kam dëgjuar atë ditë që kanë rrahur kolin. Dhe ai ishte njëri prej tyre. Dëgjoj, nëse kjo është e vërtetë, është shumë e rëndësishme. Duke ndjekur këtë fije, ne do të shkojmë aty ku duam. E di që po na e kaloni edhe ne të prokurorisë. Sidoqoftë, aty duhet keni kujdes sepse janë të pamëshirshëm. Mesazhin e parë e mora që mbrëm, më kërcënuan në telefon. Po. Edhe në celularin e Kolit ka patur mesazhe kërcënuese. Nga këto mesazhe nuk mund të nxjerrët në konkluzion. Nuk janë aq budallënja. Mesazhet i dërgoj nga numra privat. Telefonatat i bëjnë nga kabina telefonike. Nesër do shkojmë bëjmë analizat dhe mos e diskuto. Do të shkosh ti? Kam punë. E di çfarë pune ke? Ti nuk di asgjë. Nuk duhet të kisha thënë për atë. Nesër atje ku të thashë dhe mos e zgjat. Ba Paçi. Ku do vesh më ti, ej? Kam punë.
Që shkjo punë natën vetëm? Po televizionet punojnë dhe natën, që shkjo punë? Prit aty se do të të qoj unë. Se kalamaja mund të më qosh ti, iki vetë. Ciao. O Ira! Naloj aty, qupa! Ika! As të thonë se ku do vena, as të thonë se shdo bëjnë ta marrë mira ta marrë. E po ndryshuan korat. Jo, mojtin se rinia, kështu ka qenë gjithmonë, po thuaj dilte femra më 12 natës se së prekte njëri me dorë. Duro! Duro! Nuk ndjem vërtet keq. Fonte më shumë se kur kisha nevojë për Kolin. Kam dalë nga shtëpia si e çmend. Ndjesha shumë i vetmuar, nuk dija ku të përplasesha, prandaj erdha këtu. Të lutem tani film diçka. Isha bituar që të fshehë në të mirë. Të mos jetë fërgurë, as punë. Sot e tregon herës. Si të vetë, më kanë ndarë të të më. Përse e të më. Të pësi. Sa duket nga lodhja, më këmbëja do të vetëm mbarën e kësaj sëmundje. Tani, është dhe të kushtetëm që e ti hapën të. Në ndërën disimin e kësësunë. Në të vetëm. Është dhe të kush që e ti në ti. Më duk si kur erë më trem. Më duk si kur e në nga frikën më shëshën. E më në fritë më sëtë më shtë më të fërë. Të në që të më përse më të ashtë. Si më duk, si kur shkonë të hitë të ku, fritën që e kisha rënë.
është e jo të një. Siguri, në atë gazetare. Mos më tregon gjë për mua. Jo duhet të qlirohet në anë këthi. Të hedhë t'i kur fikrin që i futa unë. A do të mundet të po thotë. Se për pës të këthehet. Po të kështë të të